Supa me lëng kockash, ja përfitimet e shumta shëndetësore që sjell në sezonin e vjeshtë të dimër, që në kohët e lashta thuajse në kuzhinat e të gjithë kulturave botërore është të përdorur supa me lëngun e kockave për të trajtuar një sër problemesh dhe kushte shëndetësore. Supa është shumë e lehtë për të përgatitur, merret nga kockat e viçit, qingjit ose edhe mund të përdoret edhe nga kockat e kafshëve të mëdha. Më pas kullohet lëngu, shtohet supa me perime të ndryshme, pak oriz dhe makarona të vogla. Përfitimet që do të merrni nga përdorimi i kësaj supe janë të larmishme. Ato mbajnë të shëndetshme zorët. Lëngu i kockave përmirëson lëvizjen e zorëve dhe nxit edhe shtimin e bakterieve të mira dhe eliminimin e bakterieve të këqija. Mbrojnë shëndetin e kockave. Kjo supë është shumë e mirë kur vjen puna te shëndeti i kockave, pasi është e pasur me lëndë ushqyese si fosfori, magnezi, kalciumi, që janë të rëndësishme për shëndetin e nyjeve. Përmirëson shëndetin e lëkurës dhe të flokut, parandalon problemet e gjumit, e rrit sistemin imunitar dhe parandalon të ftohurën dhe gripin.